Si e keni parë kartën e kryeministrit Rama për pasaportën europiane, apo që vetëm socialistët mund ta çojnë Shqipërinë në Bashkimin Evropian, kur vetë komisionerja Kaja Kallas nga Tirana në konferencë për bashkë përshtyp deklaroi se integrimi europian i Shqipërisë nuk varet nga se kush kryeministër do të jetë në pushtet? Kjo është e padiskutueshme, pra është një qëndrim korrekt i zonjës Kaja Kallas, por nga ana tjetër ne nuk kemi pasur dhe kryeministra që kanë shkatruar procesin e integrimit në Shqipëri. Kështu që që kanë bërë prapaktheu, Shqipëria hyri në rrugën e pluralizmit politik me atë ëndrrën e madhe që do ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa, dhe pastaj e pam se si pasuan si 96-ta me firmat piramidale, 97-ta e gjitha me radhë. Kështu që unë e kuptoj vullnetin e Bashkimit Evropian për të antarësuar Shqipërinë çdo kusht, por nëse ndryshon regjimi ose sistemi politik ose kryeministri edhe vjen dikush që është euroskeptik, atëherë me zor nuk mund ta fusin Shqipërinë, edhe kështu që sigurisht rol ka edhe qeveria, edhe vizioni i qeverisë. Por si duket Bashkimi Evropian e merr të mirë qenë që palët janë pro-europiane, edhe që nuk do ta shkatrojnë këtë procesin e negociatave, edhe nuk do t'i hedhin poshtë këto arritje. Po keni parasysh më pas që në Shqipëri janë bërë thirrje të vazhdueshme nga faktori i Bashkimit Evropian edhe nga Marta Kose të gjithë me radhë, që politika shqiptare duhet ketë një qëndrim të unifikuar sa i përket integrimit. Pra, kur vjen çështja tek integrimi, as nuk duhet ta sulmojnë procesin, por përkundrazi duhet ulet, bashkëpunojnë dhe të mbajnë një qëndrim të përbashkët. Nga ana tjetër ne shohim që Berisha shkon në Strasburg, fjala bie, dhe e pikturon Shqipërinë para eurodeputetëve të djathtë atje si një vend bandash me bandash krimi, pra e nxin në atë formë saqë i kërkon hapur që edhe të mos e antarësojnë Shqipërinë në një të ardhme të afërt. Kështu që kjo është shqetësuese, dhe për këto zhvillime nuk e di nëse ka qenë ndjeni zonja Kallas, por që janë të rëndësishme për të ardhmen e vendit rrethpar, pastaj të politikës. 24 orë më parë, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se do të rikthejë në sistemin e drejtësisë të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët e shkarkuar sipas tij pa të drejtë. Duket si një prishje totale e sistemit, ndryshe nga ç'kishte thënë përpara, një reformim i drejtësisë nëpërmjet reformimit në Venecia. Premtimi i Berishës shkon edhe më tej, shkon edhe tek hapja e burgjeve dhe lirimi i 1/3 të paraburgosurve, por sigurisht që këto bëhen kuadër të fushatës elektorale për të fituar mbështetjen jo vetëm të këtyre juristëve, pra që kanë ngelur jashtë sistemit drejtësisë, por për të justifikuar edhe listat e Berishës ku ka përfshirë element të shkarkuar nga vetingu me akuza të rënda për fshehje pasurie, për lidhje me krimin. Keni parasysh rastin e ish prokurorit Durrës, e ish gjyqtarit në Lezhë. Pra, në një farë mënyre fajsohet sistemi i drejtësisë dhe procesi i vetingut për të thënë që këto janë viktima të një procesi të padrejtë. Nga ana tjetër edhe ky flirtimi me të burgosurit, me thënë drejtën, ka ndodhur çdo palë zgjedhje, sepse është shumë e rëndësishme ajo vota e të burgosurve në thelb. Janë me mira qytetarë dhe prapa hekurave të cilët votojnë. Është shumë banale kur e mendon, sepse bëhet fjalë për një parti të madhe e cila e ka qeverisur këtë vend dhe presupozohet që ka ekspert edhe njerëz të fushës. Pra, mund dalësh me një propozim më serioz, qoftë për rastin e të dënuarve që do i hapësh derën e burgut, mund dalësh me një propozim më serioz ku thua që ne do propozojmë ndryshimin e kodit penal, ku 1, 2, 3, 4 vepra të lehta nuk dënohen, pra nuk shoqërohesh nga policia dhe nuk dënohen apo me izolim, por dënohen me gjoba, ku e di unë. Kështu që Partia Demokratike ka pasur gjithë mundësitë për ta artikuluar dhe për t'i dhënë seriozitet këtyre dy çështjeve, dhe jo për t'i hedhur si fjalë goje sa për konsum të debatit ditës. Qartë.